Në është bashkuar në studio dhe Fajk Basha, mirë se erdhe Fajk. Mirë se u gjeta. Iglir, çfarë ka ndodhur me ditën e sotme në Kamës për ta nisur fillimisht nga grabitja? Ishte si sken filmash, motor, 2 persona me skafandra, grabitën, u larguan të qetë. Ngjarja ka ndodhur kontuar nga qytetarët pra në zonën e Kamzës, rreth orës 13 të drekës, ku 2 persona me motor, me skafandër, të armatosur, me një armë zjarri tip Kalashnikov, që duket edhe nga pamjet e publikuara në mediat. Ja, do të kemi dhe videon që mundësuar. Një person, pra, i armatosur dhe një person tjetër që e shoqëron, futen brenda në ambientet e bijuterisë, dhe pasi në kërcënimin e armës. Ja, ku i kemi dhe pamjet me marrin bijuteritë të qetë, hipin në motor dhe më pas largohen në drejtim të paditur, që duket edhe njerëzit kalojnë të pashqetësuar, i duket një skenë normale, ndoshta nuk shohin edhe personin e armatosur, ku në pamje duket qartazi arma e zjarrit në dorë. Dhe pas hipin në motor, më pas jo, vetëm dikush ikën me vrap, domethënë në pjesën tjetër, pjesa e qytetarëve të pashqetësuar. Dhe menjëherë janë lajmëruar shërbimet e komisariatit të Kamzës, është janë sekuestruar kamerat e sigurisë, deri në këtë moment nuk janë identifikuar ende autorët e kësaj ngjarje, por ajo që më bën përshtypje është fakti se si ka mundësi pra të ndodhë një grabitje në mes të ditës, kur kemi parë, teksa po vija Aurora në emision, kalohet disa patrulla policie që vendosnin gjoba makinave. Mund të kemi parë mbi 7 patrulla policie që vendosin gjoba automjeteve. Mendoj që policia do të jetë më shumë e fokusuar te rendit dhe siguria të këto ngjarje kaq të rënda, sesa të jetë fokusuar tek vendosja e gjobave të parkimit automjeteve. Ajo ngjarje ndodh në një zonë të frekuentuar, të pashqetësuar fare, marrin bijuteritë, i grabisin dhe ikën dhe largohen. Dhe policia mjafton një njoftim i thjeshtë dërgim në grupin e policisë së Tiranës, ku thuhet që është grabitur një bijuteri nga persona të paidentifikuar dhe menjëherë thotë kemi shkuar në vend ngjarje dhe kemi sekuestruar kamerat e sigurisë dhe kemi nisur pra hetimin e ngjarjes për zbardhjen e autorëve të dëshuar. Kjo është procedura, pra është detyra e policisë shtetit për zbardhjen e ngjarjes, por ajo që do të them është fakti kush i parandalon këtë ngjarje. Ne si qytetarë pra kemi frikë të shkojmë në dyqan bijuterie apo një dyqan tjetër të varosh punët e tua, sepse të vjen dikush me Kalashnikov, me motor, i pashqetësuar, kryen grabitjen dhe ikën. Është vlerësuar sa është dëmi që kanë grabitur apo është herët? Është ende herët, por bëhet fjalë për një sasi të konsiderueshme bijuterish, pra floriri në argjendarinë e shtetasit me iniciale OL, pasi është i dëmtuar në këtë rast, nuk mund t'i përmendim dot emrin. Ai ka lajmëruar menjëherë shërbimet e policisë, ka kamera sigurie brenda në bijuteri, por grabitësit kanë qenë të maskuar pra me skafandra dhe nuk shquhet pra fytyra për të identifikuar madje dhe motori ka targa të vjedhura dhe është ende e vështirë për të shkuar tek gjurmët e autorëve. Ervin, nga eksperienca jote, janë profesionist, janë diletant? Nga veprimet e para që duken dhe në pamjet filmike, domethënë ata janë shumë të saktë në veprimet që kryen. Kuptimi nuk ka sjellë asnjë pasojë, kuptimi që të kenë qelluar as me arma, asgjë, kuptimi thjesht kanë marr ato e kanë ruajtur objektivin, kanë kohë që e ruajnë dhe kanë gjetur momentin më të përshtatshëm. Ndoshta pse jo dhe në momentin që policia ve gjoba që janë të angazhuar në dokumentimin e shkeljes administrative, duke i bërë foto parkimit dysh, ndërkohë që nga ana tjetër këta kanë realizuar ngjarjen kriminale. Nuk është rasti që është zgjedhur për shkakun e shtuna. Por rasti gjendet ata ka kohë që ruhet dhe gjendet momenti më i volitshëm, qoftë edhe që ishte kohë e shiut, që ishte edhe shi që edhe lëvizja rëndohet trafiku, ata janë me motor që mund të largohen më shpejt nga vendi i ngjarjes. Megjithatë ne presim hetimet në zbardhjen e ngjarjes, patëm mekanizmi është i zbardhur, por të diskutojmë për autorsinë, kush janë autorët dhe provat që provojnë. Me rritjen dhe kodeve fundit jemi në ndjeni që është rritur dhe çmimi i vlerës së floririt në treg, është gati trefishuar me një kohë para 3-4 vjetësh dhe 20 lekë vjetra gram. Po pra, domethënë ka shkuar kilogrami që është në tregjet financiare, ka shkuar 130.000 euro kilja. Është biznes me leverdishëm që sa të vesh për shembull në një agjenci këmbimi. Te euro presuppozohet ka është vlerësuar? Me rritjen e vlerës së metaleve, kjo është një, si thush, një goditje e madhe, një goditje e madhe për autorët e kanë ruajtur. Domethënë, pavarësisht është ngjarje kriminale, por nuk ka pasur pasoja. Kjo është pozitive me përdorimin e armëve të zjarrit. Thjesht kanë marrë atë që kanë pasur e kanë vazhduar. Dhe janë ngjarje ndjekjes penale që do shikon dinamika e ngjarjes në gjurmë dhe por ngjarja sa ka ndodhur jemi në fakti që
është ora 20 tani. Nëse ka ndodhur në orën 13, i thon 7 orë. Në arkun kohë të 7 orëve nuk janë identifikuar, nuk janë ndaluar. Pra, është normale kjo kohë, për dikë që nuk e di se sa zgjasin zakonisht procedurat apo identifikimi, apo është normale apo do duhet më shumë? Duhet kohë, duhet parë drejtimi i lëvizjes, nga kanë ardhur, ku kanë ardhur, ku janë futur, se domethënë duke parë rrugicat, identifikohen dhe autorët, pra çështjen e hetim, duke parë dinamikën e lëvizjes, nga kanë lëvizur një moment sa të skanesur tërkohës me skafandër, për shkak se janë të dy që janë me skafandër që janë futur, se nga skafandër është e vështirë të identifikohet personi. Kështu që duke dorën kamerat le të themi bizneseve të tjera gjatë rrugës. Kamerat bizneseve të tjera, domethënë që janë më larg vendit ngjarjes, sepse t'japin fushpamje edhe po që t'japin fushpamje që ky mjet ka ardhur këtu dhe ky person është pikërisht që po zbuloj itinerari. Do shohi itinerari, po dhe itinerari do kohë, duhet parë, do të thënë çfarë gjurmësh mund gjejmë, çfarë provash nga